unë di veç raste të Kuvendit Kosovës kur kanë dorëzuar mandate deputetët, por nuk e di që ka ndonë ndonjëherë ndonjë rast i tillë. Duke qenë kështu, ne kemi përmendur disa, si me thënë, zgjidhje përpara që i kemi. Dhe njëra nga këto është përmend nga Partia Demokratike e Kosovës, përmes kryetarit të saj, zotit Memli Krasniqi, dhe si subjekt politik, ne jemi shumë të hapur që të dakordohemi edhe për datën e zgjedhjeve, por për ta bërë këtë duhet konstituimi e pastaj shpërndarja e Kuvendit. Një sqarim shtesë në viti 2014 ka qenë mungesë e kvorumit. Nuk është rrëzu raporti, kësaj radhe raporti është rrëzu. Mungesë e kvorumit, pra edhe në rrethanat me plotsu zonjën Kusari Lila, edhe në rrethanat kur, në qoftë se, në seancën e 15 prillit, do të kishim, si me thënë, mungesë të kvorumit, sërish kryesuesi i seancës konstituive do të mund ta vendoste në votim edhe një herë raportin derisa ti kishte votat. Pra nuk është situata e njëjtë. M'fal? Konstituimi i Kuvendit i hap rrugë zgjedhjeve, sepse pastaj Kuvendi e konstituon veten dhe më pas e shpërndan veten. Ne jemi të hapur. A është Patri Limaj kandidat për kryekryetar? Nuk kam koment. S'kemi komente. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Një deklarim të përbashkët, Mimoza Kusari Lila